Një pyetje po mbizotëron më shumë se çfarë po bën fituesja, çfarë po bëjnë fermerët, çfarë nuk ka shkuar në këtë fermë dhe pyetja që po bëhet më shumë që është kthyer edhe në lajmotiv të lajmeve të orëve të fundit është se ku është Arbana Osmani, pse mungoi ajo në after partyn që u mbajt mbrëmjen e së martës në fermë ku ishin të gjithë fermerët të ftuarit, ishte një atmosferë këngë, vallëzime, ishin të gjithë bashkë dhe pyetja është ku është Arbana? Në disa portale lexova që ka bërë bojkot, disa të tjerat e analizuan dhe thanë që nuk i ka mirë gjërat me stafin, me producenten, nga ana tjetër ka pasur edhe nga ata që e kanë parë të gjithë qasjen në një optikë që nuk e di se ku e gjetën, që ndoshta nuk ka pëlqyer të gjithë mbarvajtjen se çfarë ka ndodhur në fermë edhe janë ftohur ujërat midis palëve, por se ku është Arbana, do t'u them unë. Duke dashur të jem gjithmonë transparent edhe duke mos dashur që të bie, le të themi, pre e një pellgu që sigurisht ne të gjithë e dimë që është tek klikueshmëria edhe tek një lloj drame që mban mbërthyer audiencë me formate të tilla, kontaktova me Arbanën dhe ajo me një përgjigje të thjeshtë u shpreh që janë këto bojkote janë me pushime. Arbana Osmani dhe bashkëshorti i saj, regjizori Eduard Grishaj, janë me pushime dhe është mëse normale që të mungoj në një fest për të qenë bashkë me familjen e saj, e sigurisht do ta shikojmë Arbanën edhe në post fermën ku besoj do të diskutojnë gjithçka çfarë ka ndodhur në këtë edicion që për herë të parë në ekranin e Vision Plus erdhi në moderimin e një ikone të ekranit si Arbana Osmanit që të gjithë jemi mësuar, jemi rritur teksa ajo ka prezantuar vite pa fund formatin Big Brother, por e shikoj edhe si një lloj narrative ndoshta për të ngacmuar audiencën apo për të shkuar te ky lloj debati se a ishte Arbana e zonja dhe a ishte ajo, le të themi, e përshtatshme me formatin Ferma edhe në një ekran që nuk kemi mësuar ta shikojmë më parë pasi që nga fillimet e saj ajo ka qenë në Top Channel dhe ky ndryshim sigurisht që është komentuar, është parë, por në optikën time tani të shkoj përtej lajmit, se lajmin ju a thash që Arbana është me pushime, pash që kishte pëlqyer edhe postimet, edhe fotot, edhe videot që janë filmuar, që janë fiksuar ditën e djeshme nga festa dhe nuk ka asnjë shteg, asnjë hapësirë dhe asnjë ujë që mund të çojë në rrugën që kanë shkruar të gjithë që mund të ketë një lloj bojkoti nga ana e Arbanës dhe bashkëshortit të saj si një lloj mesazhi edhe si një lloj sinjali që gjërat ndoshta nuk i ka pëlqyer edhe e ka shprehur kështu revoltën. Arbana po pushon me familjen e saj. Si e kam parë unë Arbanën në fermë, sigurisht që ku mësohesh me një individ, ku mësohesh me një moderator brenda një familje kornize të një ekrani, ke një lloj, le të themi, dyshimi apo ke një lloj pikpyetje, por Arbana tregoi që ajo është Arbana Osmani, edhe pse në një format pak a shumë të ngjashëm si Big Brother, por në koncepte dhe në, le të themi, norma të lojës ndryshe nga Big Brother, ferma ku kishte më shumë të përqendruar sfidat dhe bashkëtesën në një fermë me kafsh, por edhe me bujqësinë, sigurisht që Arbana si elementi moderatores ka ditur të japë më të mirën e saj, siç ka ditur dhe ka mbajtur ndër vite peshën e emocione të forta që janë prodhuar në Big Brother në raste dramash, në raste trazish, apo edhe në raste ku në live, siç ishte episodi me Olon, që kishte edhe një lëshim të gojës dhe ka ditur të kontrolloj dhe ka ditur të jetë Arbana me norma, duke respektuar tjetrin, duke i dhënë hapësirën, duke i treguar vendin, duke i respektuar qenin e tij në një format që sigurisht komentohet shumë nga jashtë dhe paragjykimi dhe sulmet janë të shumta, pra e kam parë në këto tema dhe në këto ujëra që ajo ditë të jetë njerëzore në radhë të parë, por shumë profesionale të njëjtë si në Big Brother, por Big Brother ka një tjetër, le të themi, karikim të audiencës, ka një tjetër qasje dhe padyshim që janë të ndryshme në formatin Ferma edhe formati Big Brother që Arbana i ka moderuar të dyja. A do tjetë sërish Arbana? Edhe këtu është aluduar dhe këtu janë shtuar shumë pikpyetje se për disa e kanë parë si një lloj ullje të asaj që
Arbana ka kultivuar për herë në Big Brother dhe duhet të vinte ndoshta në një format ndryshe, jo të ngjashëm me edicionet e Big Brother që ajo ka moderuar. Edhe unë besoj që publiku kërkon një tjetër spektakël, kërkon një tjetër reality show dhe jo të jemi në një lloj guacke afërsisht në elementet e një reality show ku disa personazhe bëhen bashk, garojnë për një çmim edhe ku drama, le të themi, tensionet janë fokusi i kësaj lidhje që mban personazhet brenda me audiencën jashtë e që bëhet pastaj një tjetër film jashtë, një tjetër reality show nga komentet, nga analizat, nga gjithçka që e mban formatin të ndërlidhur, por duke dhënë një tjetër, le të themi, qasje në ujëra më të largët. Sigurisht që Arbanën e kam parë edhe pak në siklet në ato herët e para të fermës, sigurisht duke pasur një lloj trysnie apo dhe një lloj kurioziteti të jashtëzakonshëm të audiencës dhe të gjithë ata që e kanë pëlqyer, e kanë ndjekur, ishin aty që në prajmin e parë për të parë se si do të ishte Arbana në një format ndryshe, në një ekran ndryshe, por siç u shpreha në pikat që e kanë bërë edhe e kanë cilësuar dhe e kanë dalluar Arbanën nga moderatorët e tjera edhe i kanë nxjerrë në pa atë anën njerëzore, profesionale edhe që ka ditur t'i japi zgjidhje çdo situate të papritur, sidomos gjatë prajmeve, ishte e njëjta si në Big Brother, por edhe në fermë. Por sigurisht ferma ka ditur të shkojë tek publiku me personazhe që i kanë dhëruar shpirtin, siç është Moza edhe Bujaka, dhe ditën e djeshme e pasërisht Bujakën në qendër të vëmendjes, duke kënduar, duke performuar, duke u argëtuar, duke qenë ai që është, edhe siç e shprehu edhe vetë në një postim në Instagram ku ka falenderuar çdo grup mosh që e ka pëlqyer, që e ka komentuar, që i ka dhënë voton, që e ka mbështetur dhe besoj do ta mbështesin, se tani më ka nisur edhe një rrugtim ndryshe nga ajo që Bujaka ka pasur përpara se të futet në fermë, se impakti, vëmendja, mbështetja, njoja tani më është më e madhe e sigurisht kjo do të përkthehet, besoj unë, në shumë punë të tij si një DJ, si një artist, si një këngëtar, si një muzikant. Besoj që do të vi tek publiku shumë shpejt, qoftë me datat që ai do të publikojë, ndoshta projektet, bashkëpunimet. Kurioziteti është i madh se si do të vijoj fama që kanë marrë fermerët nga një edicion që realisht ka shkuar tek publiku në masë, është komentuar gjerësisht dhe ka marrë të gjithë atë vëmendjen, kjo edhe fal prezencës së Arbanës, por edhe të kastit që këtë herë ishte zgjedhur me shumë përkujdes, siç është edhe fituesja që shkoi tek publiku me të gjitha cilësitë që ne i kemi duar trokitur, i kemi përmendur, një moza intelektuale, por që shkoi tek çdo shtresë, tek çdo grup mosh, jo vetëm me bagazh dije, jo vetëm me emocion dhe me bardhësi të shpirtit të saj luftarak, duke mos pranuar edhe që ti ulësh punën, ta ofendosh në atë që është treguar shumë false, është treguar shumë, le të themi, mirëkuptuese dhe bashkëpunuese, duke dashur të gjej ura bashkëpunimi me fermerët se sa të gjej kritika apo të bëj drama, apo t'i ofendoj, apo të i kaloj normën e një sjellje që në formate sigurisht që egzagerohet, mbi ngarkohet dhe mbi vendoset gjithçka. Kjo ishte edhe në gojë të Miletit për të sqaruar pyetjen se ku është Arbana, a kishte bojkot apo jo. Përgjigjen e dhash, do doja të dija dhe mendimin tuaj, a e shikoni Arbanën në një edicion tjetër Ferma VIP 4, apo do të keni dëshirë që ta shikoni Arbanën në një format shumë ndryshe nga ato që ajo ka sjell tek publiku ndër vite dhe më kryesorja, mos harroni t'i bëni subscribe kanalit ton Koha Jon në YouTube.